Dita e premte ka shënuar zyrtarisht hyrje në sezonin e fluksit të kalimeve në kufi për emigrantët që kthehen për të kaluar festat e fundvitit në Shqipëri. Sipas policisë kufitare, gjatë 24 orëve të së njëjtës kanë kaluar 15.000 qytetar, ndërsa fundjava priti të kishte një fluks më të madh kalimesh. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë Plum Nako, i cili është njëkohësisht drejtor për kufirin dhe migracionin, në emisionin sot në IBC News, ka garantuar për një sër masash të marra për të evituar radhët e gjata në pikat e kalimit kufitar. Fluksi ka rreth 6 ditë që është rritur, hyrjet e shtetasve shqiptar në drejtim të Shqipërisë. Sot pritet një fluks akoma më i madh, dje kanë qenë rreth 15.000 veta që kanë hyrë. Shifrën rekorde ka pasur Kakavia, domethënë ka qenë rreth 4.500 veta, që është një fluks i mirëfillt edhe ky. Është bërë një zakonshmëri që marrim të gjitha masat shumë kohë më përpara që ky moment i flukseve i festave të kalojë sa më mirë në përvend kalimet e kufirit, që të kemi sa më pak probleme dhe sa më pak radhë. Është shtuar numri personelit që punojnë në përvend kalimet e kufirit, është parë gatishmëria e teknike, janë parë të gjitha pajisjet në mënyrë që të kemi sa më shumë forca të shtuara dhe në mënyrë që njerëzit të qëndrojnë sa më pak në vendkalimet e kufirit. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka bërë të ditur edhe një sër masash që janë marrë nga pala greke, pas kërkesave dhe takimeve të shumta që janë zhvilluar mes titullarëve të policive të dy vendeve dhe drejtuesve lokal të policive kufitare. Këtë vit përpara se fillonte ky fluks, drejtori i përgjithshëm i policisë bën një vizitë në Kapshticë, mos gaboj, për të dhënë një lloj sinjali që masat po merren. Megjithatë, jo gjithmonë është për fajin ton. Nganjëherë grek nuk duhet i paragjykojë, po u bllokohen kompjuterat. Faktikisht, para disa ditëve ka qenë drejtori i përgjithshëm në pikën e Kapshticës, disa kohë më përpara ka qenë dhe ministri në pikën e Kakavijës. Këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera me palën greke, gjërat kanë qenë shumë më mirë, sepse zyrtarisht në kanë informuar dhe kanë bërë realitet që e kanë dyfishuar personelin e tyre në përvendkalimet e kufirit me Shqipërinë. Konkretisht, gjatë natës në përgjithësi ata kanë punuar me 2 edhe me 1 sportel, ndërsa dje për shembull në Kapshticë kanë pasur 5 sportele në dalje, ndërsa në Kakavi ka pasur rreth 6 sportele. Sot pritet të shtohet personel edhe në Qafbot, sepse Qafbot ende nuk ka filluar lëvizje masive në drejtim të Shqipërisë. Krahas masave për përballimin e fluksit, policia nuk ka lënë jashtë vëmendjes edhe kontrollet dhe sigurim për kalimin kufitar. Kur shtohet një numër i tillë, qarkullimi kuptohet shtohet dhe rreziku, cilësia e kontrolleve si është? Rritja e fluksit nuk do të thotë ulja e masave të sigurisë, sepse në fundit siguria do garantuar në mënyrë që detyrat duhen kryer qoftë në drejtim sigurisë, qoftë edhe në shërbim të qytetarëve që ata të kalojnë sa më shpejt. Kjo është edhe një lloj sfide edhe profesionalisht për punonësit që punojnë për vendkalimet e kufirit. Tashmë me një përvojë të mirë në përballimin e fluksit të sezonit turistik veror, policia kufitare ka rritur numrin e punonësve në pikat e kalimit, si dhe ka analizuar gjendjen e sistemeve elektronike të kontrollit policor.